Shkruan me Robaza. Sali Berisha dhe ekipi i tij kanë ndërmarrë një fushatë re ndaj SBA-ve për t'u akmarrë me cinizëm ndaj hezitimit që SBA pati për të hequr Berishës sanksionet para zgjedhjeve përkundrejt çmimit të lartë financiar që pagoi. Prej disa ditësh Berisha dhe shtypi rrotullti ka filluar të shikojë çdo ditë filxhanin e njoftimeve të ambasadës amerikane dhe interpreton ato sikur janë postime të paguara nga lobistët e tyre në SBA, duke nxjerrë paragrafa apo fjali që edhe pse janë për ngjarje botërore i kontekstualizojnë për Shqipërinë. Fjala vjen. Një artikull të Samuel Samson nga Zyra për Demokraci, të drejta njerëzore dhe të punës në Departamentin e Shtetit nxirreshin rezervat që kishte zyrtari në fjalë ndaj demokracisë dhe lirisë së shprehjes në Gjermani dhe Rumani, duke u referuar problemeve që hasën dy kandidatët populistë ekstremit të djathtë dhe duke i akuzuar vendet perëndimore për minim të zgjedhjeve elektorale. Tani ky përshkrim i cili është i adresuar qartë në artikull që është për ato vendet e Europës ekspertohet sikur ishte për zgjedhjet në Shqipëri dhe pastaj vazhdonin komentet se këto janë efektet e pagesës prej 6 milionë eurosh dhe punën e lobistëve të Berishës. Kjo vazhdon dhe për çdo deklaratë dhe kur faqja e ambasadës citon sekretarin Rubio për emigracionin masiv apo edhe kur uron popullin shqiptar për zgjedhje, a thua se popullin shqiptar e ka uruar që janë minuar zgjedhjet, nuk është se Berisha dhe vetët nuk e dinë që po spekulojnë, por në një farë mënyrë kjo është një fushatë e fyese për SBA-t, për të treguar se ata që shpallën Berishën në ngrata janë njerëz që blien me lek dhe që i kanë pranuar lekët e tij por thjesht duan ca më shumë. Është pak a shumë si debatet që bën Qimpeka në emision me Batonin apo të ftuar të tjerë që kur nuk i vinë në emision ose kur nuk i shkojnë për 7 emisionit i fyen duke u thënë se këta unë i paguaj dhe vinë këtu si mercenar të mi. Pak a shumë këtë stil kanë edhe në këtë përmendjen e meritave të lobistëve të tyre në SBA, që sipas tyre po komandojnë ambasadën e SBA-ve në Tiranë për llogaritë të tyre. E gjitha natyrisht që është një fushatë fyese dhe një denigrim i ulët për diplomatët amerikanë në Tiranë, por edhe për perceptimin e SBA-ve si një shtet i bler prej berishëve. Duke e bërë fakt të kryer që pagesat po funksionojnë, që edhe pse nuk hoqen në ngratën, por shërbejnë për të minuar zgjedhjet, në fakt duan thjesht të marrin edhe një herë hak pas zgjedhjeve për shpresën e humbur për mos heqjen e nën ngratës. Me këtë rast, bëjnë sikur justifikojnë edhe milionat për lasivitan dhe avokatët që po paguan Berisha që të mos duket sikur shkuan lekët kot. Të mbajnë shpresat ndezur për zgjedhjet e ardhshme nëse Berisha është ende gjallë.